Shteti shqiptar, qeveria shqiptare, më ka konduktu dje, personalisht, me këtë letër, nuk e di e shikoni ju, që vjen nga Ministria e Drejtësisë. E çfarë do të bëjmë tash me këtë lloj komunikimi? Edhe kjo është letra, po ta janë patërkçia, një cop letër me 4-5 rreshta, edhe e kanë bërë të që ta nënshkruajnë përpara se ta marr. E kanë bërë me detyrim që të shkojë atje në post ose të vjerë postierit tek unë, e të më gjetë të nënshkruaj, që ta kenë si provë që më janë përgjigjë të kjo ankesa. Edhe kjo është nënshkruajt nga zëvendës ministri i Ministrisë Drejtësisë, një Klajt Karamata. Klajt Karamata. Edhe një herë pra, e dërgon Ministria e Drejtësisë mas zgjedhjeve. Shumë rëndësishme, me 4-5 rreshta, më shumë, shikoni, më shumë është titulli edhe adresa e Ministrisë mrena të gjitha, se sa 2 fjalë rreshta që është shkruajt. Edhe një herë, vëllezër e motra, çka është e rëndësishme këtu? Qeveria shqiptare, me sa di unë, e pas zgjedhjeve, nuk është formuar akoma. Edhe kjo është nis me 2504. Janë të mençëm këta. O 06. Është vështirë ta. Është vështirë ta kuptosh datën. Ku ishte data këtu? Nuk e di nëse është i 5-ti apo. Po edhe një herë, qeveria shqiptare, me sa di unë, nuk është formuar akoma. Kur është nis kjo letër, është nis me badërkëshillik. Është nis me badërkëshillik, se janë pelevan këto. Njerëzit e tonë, Shqipëria jonë, qeveria jonë, janë pelevan për pisliqe, jemi mjeshtër ne, për kamuflim, për mashtrim, për konspiraci, ne jemi të paret në botë. Ku është problemi procedurial i kësaj letre? Është se ankesa i drejtohej qeverisë parazgjedhore, të parazgjedhjeve. Përgjigjen e jep qeveria parazgjedhore, se unë nuk e di që ky Klajt Karamata është zgjedhur sërish zëvendës ministër i Drejtësisë. Zëvendës ministër i Ministrisë të Drejtësisë. Unë nuk e di që është zgjedhur kryesisht. Pra, shifë pelevanllikun e qeverisë shqiptare e dërgon pas zgjedhjeve tek unë, në emër të qeverisë para zgjedhjeve, qeveria parazgjedhore, parazgjedhshme, që e keni dëgjuar ju, ka qenë një fjalë shqipe, një fjalë e urtë që më ka thu babo me la gojen. Vinin miq dhe ishte në Shqipëri ka qenë tradit që kur të vjen ty një mik, një i afërt, i largët, e ku do diun, po vjen tek familja jote, që t'i fton edhe ato xhaxhallart apo vëllezër që t'janë da, diçka e tillë dhe e bën më të harmonishme, vetëm nëse do diskutohet të gjë shumë private midis. Edhe ka thu baba me largojen që një nga fëmijët kë, edhe i thotë, shka thuj, me se inshallah nuk vjen, se ata nuk ka të ardha, nuk vjen. Po inshallah mos viso, jemi shumë, po të lajmë gojen pak, të ndalim mos thonë që s'na theja, me la gojen. Edhe kjo është si ajo, me
kriju ata precedentin që janë përgjigj, që më kanë çu me shkrim, edhe unë kam nënshkruaj përgjigjen, kur nuk janë përgjigj asgjë. Letra është vetëm që Jakub të përgjigjemi pa përgjigje. Para që të dini ju, para një 25-6 vjetëve, 30 vjetëve, diçka e tillë, se si bajnë mend tash datet, unë konkurova në Shqipëri si kandidat i pavarur. Për arsye se në atë kohë, unë natyrisht simpatizoja të djathtë në kuptimin demokraci, por unë vetë i kam pa akoma më diktatorial ato të Partisë Demokratike në atë kohë, se sa i shoh sot, bile, i kam konstatuar që atëherë për mendimin tim, shkatrimet që u bën në emër të shkatrim komunizmit ka qenë të pafalshme, ka qenë harbute, ka qenë arrogante, ka qenë shkatruese, sikur ishte mendojnë që po të na kishte pushtuar Serbia, nuk do të kishte bërë aq dëm se sa i kemi bën ne Shqipërisë në tranzicionin. Unë kandidova si kandidat i pavarur, por e që deshë t'ju them juve, kam shku në Shqipëri, edhe shkova se nipi im, Araniti, pati qenë shumë smun, ishte shumë i vogël atëherë, tash është burr, edhe e patënquar urgjentisht në Itali, ne si familje i metemi gjithmonë Borç një Solis, ka qenë ministri shëndetësisë, që e çoi e shpëtoi, pa e njoh fare metin, vllajën tim, ka bën bile ka shku, është interesu vetë në ambasadën italiane, ishte tepër e vështirë atëherë që të merret viza. Edhe çon, u shkova takoj Nitin dhe kur Niti u bë mirë mas operimit në Itali, unë shkova në Shqipëri edhe fshatarët e mi, kur shkova atje ishte koha kur ishte kohë fushatësh. Edhe fshatarët e mi më thanë aty, ku po e pyesja për këtë voton, mua vetë edhe Sami pse sa hedh ti kandidaturën për ne. Ashtu po, ma jepni ju më votën? Jo do japim, thënë ata, po të bëjmë fushat për ty s'di e joni, po të ishin gjithë. Edhe ishte edhe një djalë i mrekullueshëm atëherë, një burr i mrekullueshëm nga Rada, nga një familje mjaft me tradita bio dhe bi sheu. Edhe po kishin dalë mjaft, kishin dalë dhe nga Robjega, po t'ishte vetëm bio, unë nuk do ta hidhja se e mendoj që ishte një mundsak aty që ka hedhë kandidaturën dhe s'do t'i bëj rival, edhe nuk thajmë që duhet të bëjnë gjithë për arsye se kur 2-3 mundsak hedhin kandidaturën, nuk do thotë që të hesht njëri, edhe nuk do thotë, nuk duhet të jetë armiqësi ta morë për keq tjetri, për arsye se le të kandidojnë edhe kë zgjedh populli, nuk është në gjë e keqe kjo. Por unë për veten time nuk do të kandidoja, me qenë se ishte bio, vjen nga një familje jashtëzakonisht e mrekullueshme me tradita që ka respekt zona, ku do diun, mi po kishte plot që kishin dalë nga zona ime atëherë. Ishte edhe ky një Asrid Meha, ishte nga Robjega, aty nga zona, edhe kështu që hodha. Por çfarë desha të them, kam shku atëherë të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe më kanë dhënë dokumentacionin e plot, edhe udhëzimet, se çfarë duhet veproja gjithë ato hap pas hapi, step pas stepi, edhe kemi qenë gjendje ne të përgatisim ato të marrim edhe firmat që u deshën të nesërmen. Edhe u shpalla kandidati pavarur, fitova në fshatin tim Manës, nuk fitova në gjithë zonën, po të paktën fitova në fshatin tim 80% që ka qenë gjë e mrekullueshme. Të fitosh atëherë pa parti vetëm, por fshatarët treguan edhe vetveten, unë s'kam po kur fushat në fshat, vetëm flisë se më vjen të turp bëj fushat në fshatin tim. Nuk guxoja të bëj fushat në fshatin tim, por fshatarët më dhanë votën. Natyrisht që kisha vu ato parullat e gjithë dini që ishen fushat, shkoja në për fshatrat e tjera, por me fshatarët e mi s'guxoja të ha probleme më jepni votën, se unë e kam turp, edhe besoj që do t'i bëj edhe fshatarët e mi me turp, se s'kishte njëri tjetër nga Monza, ishe vetëm unë, tjerët ishe nga fshatrat përbërim. Por
nuk ka pas as edhe një lloj pengese nga komisioni i zgjedhjeve që quhet kjo. Ishte ti ke dëshirën si kandidat i pavarur ose si parti e vogël, partitë e treta, edhe nuk ishte asnjë lloj problemi. Pas një 2 dekadash mendoj, erdhi një delegacion nga Shqipëria këtu, ku ishin të përbashkët edhe të Partisë Demokratike, edhe të Partisë Socialiste, edhe midis atyre deputetëve të Partisë Demokratike që ishte dhe partia në pushtet, ishte dhe nuk më kujtohet ministri i bujqësisë, çfarë ishte njëri mjaft i mirë, njëri mrekullueshëm që kam gjithmonë ruajtur respekt, Recep Uka më duket e kishte. Ishte dhe deputeti i Partisë Demokratike nga zona jonë, Sami Gjergji, prap njëri i mrekullueshëm, njëri që për cilën unë kam shokun tim, mikun tim, kemi ka pa fol, por natyrisht që të flas mirë. Ishte më duket një çim një deputet i Partisë Socialiste, por ajo që më pëlqeu me këtë grup ishte se i pash në harmoni si demokrat dhe socialist, pavarësisht që në parlament do griteshin si qend, por pash që ato në jetën jashtë parlamentit ishin njerëz që ne u kënaqën. Mirë po, më tregojnë këto të Partisë Demokratike edhe të Partisë Socialiste se kishin punu së bashku për ndryshimet që unë e quaj krimin zgjedhor që ka bë Sali Berisha me Partinë Demokratike bashk në konspiracion dhe korrupsion me Partinë Socialiste, edhe ata ishin krenar që kishin votu këtë lloj propozimi që është bërë ashti liçi më antidemokratik gjoj në demokraci. Se këta e bon sa ndryshimet në parlament, që vazhdojnë t'jenë dhe kusurat i heqin partitë e vogla, edhe i heq populli që nuk është populli, se ju me doni keq, nuk është populli që ka përliq 2 parti. Janë këto marifet gjithë e Partisë Demokratike kryesisht krye antidemokrati që është Sali Berisha, se kanë bon një krim zgjedhor, krim antidemokratik. Këta bon një pelivanlik që nuk mund të jo shpjegojnë këtu juve gjithçka, po me 2 fjalë është që e bon të mundur 2 gjona. Kandidat pavarur edhe partitë e vogla të mos kenë mundësi kur që të bëhen rival 2 partive. Në të njëjtën kohë vetë edhe mrena 2 partive, secili nga këto mos të ketë më të shti se ka zgjedh populli kandidat, se mund zgjedh populli kandidat nga deputetet e PD-s, njerëz që mund të dalin kundra Berishës, siç ka qenë Kalavia, edhe miku im Sami Gjergji, apo edhe miku tjetër me të cilën unë s'kam më kontakt, që ishte presidenti Bamir Topi. Pra, mund të jenë edhe nga partia jote që dalin kundra këto, çfarë bën këta moskaret të 2 partitë, por kryesisht pa i metet Sali Berisha, se ishte Partia Demokratike në pushtet. Edhe tjetri bëhet elahat, tjetri bëhet bashkëpunëtor me këtë krimin antidemokratik, se ka pa interesat e veta. Këta bon që edhe mrena partisë, këto të vendosin në listë njerëzit si doni, ato që i besonin që janë njerëzit me besnik të tyre, të kryetarit, ato i venin kryet listës 1, 2, 3, 4, 5 që edhe populli mos i jap asnjë votë të tyre, por kur Partia Demokratike të ketë marrë një numër të madh votash, mos të futen ata deputet për cilën ka votu për shembull Sami Gjokan në Manës, voton Monza Sami Gjokan. Edhe Sami ju merr pothuajse gjysmën e më shumë, fiton, merr një numër të madh votash në Manës. Sami Gjoka fiton, nuk fiton, s'ka rëndësi. Me një numër jashtëzakonisht të madh. Kurse një person Durrës apo në Tiranë, që Berisha ka vunë krye të listës, nuk merr asnjë votë. Ne të tjerët, unë Durrës, tjetrin Krujë, tjetrin, marrin vote pa fund. Edhe prej voteve tona të ashti që bëhet ajo pull, si thonë ajo pull, i thonë si ajo peshina, kur futet ujë, bëhet e liqeni, votet e tona që bëhet një numër i madh, tash nxjerrin për shembull 20 kandidat me kaq vote sa kemi marrë në mënyrë të përgjithshme.
Edhe kush do hyj pari, jo unë që mora. Por do hyj pari, kush do hyj pari? Do hyj pari ai që ka hu Berisha në krye. Pse stënove qisë, po menoj si t'ja bëjuve më... Ja, se si t'ja bëj. Formojmë, kemi një familje, edhe kemi 6-7 vlezër. Edhe i thot baba, fjallavia dhe nona, bojnë të dy bashkëpunëtori, i thot, shkoni dhe të punoni. Edhe, për shembull, shkoni për qa, shkoni, edhe kur bine të që të hamë. Tashti, gjithë zemë shkojnë, po njoni del nga shtëpia dhe shko të lujtë futboll gjithë ditën. Po është vllai pare, zemë ose vllai fundit, kë zgjedh baba. Po ata e kanë zgjedh që përpara do të haj, i ka vënë listaj, përpara do të haj Samiu, pastaj Gania vllai më për metje, për dritje, për zoni, për kusht tjetër, gjithë rahmet. Tashti, Samiu shko gjithë ditën në plazh në Durrës. Vëllezërit e tjerë shkojnë për shembull atje për gjallë, vrasin mllenja, ku do të jon. Po përpara do hajt nga për mon. Se më ka vënë listë, unë që s'punova. Kjo ishte ai pesliku që kanë bo Sali Berisha, mrena partisë vetë, kryesisht, faja është e tij, ai ka bo krimin më antidemokratik, krimin zgjedhor. Ai është njeriu më antidemokratik që ka Shqipëria. Erdhi tillë sepse shkatroi gjoja komunizmin duke shkatru pronët tona. Pra në emër, gjoja shkatron komunizmin, shkatron Shqipërinë. Kë klysh kurve, më falni se s'do të flas kështu. Po, kur aserohem. Pra, ky është ai edhe bondi atë krimin zgjedhor pastaj që kur të mos ketë në Shqipëri demokraci, po të ketë diktaturë dhe të metet vetëm me këtyre dy partive. Edhe dy partit kanë dy kryesorë të eti, edhe Berisha fjallavie, që kur të mos të kenë challenge, sfida mrena partisë. Pra, e kanë botë pamundur për kandidatët e pavarur dhe partitë e vogla që të gjejnë terren edhe të hynë në parlament, po e kanë botë pamundur edhe për njerëzit e tyre mrena partisë që të futën ashtu si që do populli. Me laf, pa e thëmë anglisht, fuck popullin, nonën popullit. Pra fuck popullin. Rëndësi ka që popullit votoj, po popullit pas e njofin votën, pasaj mos e të ketë dhonë votot, mos e të na ketë pruve të jebin për shembull të një fshat jeton në Ezejnë në Strelca, në Lenije jeton i Mernurka. Edhe me që jeton i Mernurka, unë qoj një $2 milion në të fshat që për mirëqenjen e të fshatit se atje jeton i Mernurka. I mera i pari fshatit, u jep gjithë dhe meri duke jep asgjë. Kështu është ajo poshtërsia e Partisë Demokratike në Shqipëri. Edhe tashti, ku unë konstatova këta, unë shkova në Shqipëri para zgjedhjeve me një mision të madh, për Don Kishoti i vogël, që edhe në qoftë se unë nuk jam gjendje të analoj këtë fushat, këtë zgjedhje, procesin zgjedhor, të paktën të alarmoj ato që duhen alarmu në Shqipëri, me një protestë, me një ankesë, që të hapim çështjen gjithësore pastaj në përbot, në qoftë se nuk anallohesh, edhe unë isha që ti jepet terren partive të vogla, edhe të krijohet mundësia që kandidat pavarur këtë radhë të dilin me shumicë në zgjedhje për arsye se populli ka qenë jashtëzakonisht i pakënaq me të dy partitë. Arsyeja që Edi Rama ka fituar jashtëzakonisht nuk po shkoj atje i Volbi, i Bleu, për arsye se unë nuk kam fakte. Unë nuk duhet të flasim se kështu tha filani, unë nuk jam as polici që të kenë ardhë ankesat në polici me gjithë se shkojnë ankesat më duket në SPAK apo të komisioni zgjedhjeve që është bashkëpunëtor me këta, por mënyra se si çik të fillimi i procedimit e deri të dita e zgjedhjeve janë kriju barjera, e themi, në pengesa për njerëzit e pavarur dhe partitë e vogla që të mos arrijnë të
hynë, as mos hynë në fushat, po edhe në qose hynë në fushat, të mos jenë të suksesshëm që të metën këto dy parti që janë, me këtë sistem kriminal zgjedhor që ka bërë Sali Berisha bashkë me partinë e Edit, po ato kanë qenë bashkëpunëtorë, kanë bërë këto të PD-s. Këto të metën aty, të metën të pasfidum, edhe kështu që unë shkova me këtë mision, edhe desha përgjigje, edhe bile vetëm i merë nur, ka që me i merin, i kemi bërë këtë punë, merin, e din se sa vështirësi ka qenë vetëm për shembull për të dorëzuar ankesën në zyrën e presidentit. Çfarë vështirësie kemi has dhe vetëm as i kanë informuar ato që jeni në kamera, edhe kemi kamerën nga larg që po na filmon, vetëm atëherë e kanë pranuar për shembull në zyrën e presidentit atë peticionin, ankesën, protestën, edhe kërkesën për ndalimin e menjëhershëm edhe shtyrjen e zgjedhjeve që partitë kryesore të vogla, edhe sidomos që ishin formim, ajo zonje për cilën kam shumë respekt, për shembull Elena Kocaqi në ato ditë ishte në rrugë më lidhe vota, edhe ajo ishte një nga personat që mund kishte mundësinë të ndryshonte Shqipërinë për mirë. Mirë po ishte shumë shpejt, duheshin shtys, ajo akoma ishte duke mbledh numrin e atyre që e suportojnë, që mbrojnë që të shpallte partinë për. E kështu që unë kërkova këtë ndalimin e menjëhershëm ose shtyrjen e zgjedhjeve tek zyra e presidentit, tek komisioni i zgjedhjeve, tek Ministria e Drejtësisë edhe tek Kryeministri. Vetëm as i marrova këto, unë e dija shumë mirë që këto as do merrje përgjigje, dhe as do të ndalonin, dhe as do të shtyheshin zgjedhjet, por po përgatisje terrenin që më vonë, mas zgjedhjeve, në qoftë se zgjedhjet do ishin të dështuara është që qose partitë e vogla, jo vetëm që nuk fitojnë, as të marrë gjithë që të rëzojnë si qeverinë që ishën pushtet kriminale, si ata që kanë bërë këtë krim antidemokratik të Partisë Demokratike, pra në qoftë se zgjedhjet do të vërtetonin siç vërtetuan që do metet po ajo qeveri që kishim, sa bonët e zgjedhjet kot, atëherë të ishte kriju procedura për në Evropë dhe në Amerikë, të ishte kriju procedura për mos njohjen e këtyre zgjedhjeve. Mirë po, problemi këtu është se edhe mediat, të gjitha mediat, Sami Gjoka i kontaktoi, natyrisht që kur ti kontaktosh ti si individi veçantë, duhet të kesh një narrativ personal. Për shembull, unë nuk mund të shkoj e zem është në aeroportin e Rinësit, e zem që ato kanë keq trajtu një shqiptar, policia e Rinësit, keq trajton një shqiptar, për arsye se deshin bribe, se thonë ato, që kur japim në dorë, që japim ne, i ke thonë, kur jep lek me boni peslik, apo të mbrojt ty, me të dhonë në derë, që ne qëmë bribe këtu, kam harruar, kemi të fjallën shqip. Pra, për mi kërku pare, për mi kërku diçka e kanë rafë. Tashti, unë e shof ata që e rafen. Unë nuk mund shkoj, për shembull, në Shqipëri nuk mund të hap çështje gjyqësore fjalëvje, për arsye se nuk jam unë viktima, nuk mund të hedh në gjyq, vetëm ai e hedh në gjyq, edhe aq më shumë për shembull nuk mund të hedh në gjyq Shqipërinë e në Evropë për çështje madhore që ky është një diskriminacion apo një përsekutim që i bëhet shqiptarëve, sepse duhet jo një person, duhet një organ tjetër kompetent, për shembull të drejtave të njeriut o diçka e tillë. Kështu që unë do të krijoj atë narrativin për veten time, që ta edhe kontaktova çdo lloj gazete në Shqipëri që të ngrinin këtë çështje, që ka ardhur një Sami Gjoka nga Amerika, apo safat si një shqiptar i ndinjum që nuk don
këtë lloj establishmenti që të përsëritet establishment, kjo që është kriju, kjo lloj sistemi që është kriju, edhe që don të vinë ndihmë kandidatëve të pavarur dhe partive të reja që të kenë më terren, sidomos sot ku Partia Socialiste ka humbur besimin dhe respektin dhe me socialistëve vetë, edhe Partia Demokratike nuk ka mund dhe nuk do të gëzoj kur atë popularitet dhe mbështetje që ka pas dikur, edhe të dyja partitë ne mendojmë që janë të zhytur në korrupsion. Sot është dita që partitë e vogla dhe njerëzit e pavarur të fitojnë terren. As edhe një medias, as edhe një gazetë, as edhe një televizor nuk pranoi ta jepte lajmin, bile dhe sa miq gazetar. Për shembull ishte një mik me gazetar e mirë, që është vazhdimisht në për këto opinione që mblidhet, edhe më tha, Sami, unë pata ik me Bedri Lukun, edhe me i merë nurkën në Kosovë, Shqipja Mitrovica, se një marova ato misionet e mija, ato që kisha për të kontaktu të zyret, për të përgatit terrenin, edhe më thot kjo, Sami, nesër, atë blendi Feziu, nuk e di kur ishte, unë do ta hap këtë çështje, po zguxoj ta hap si temë qendrore. Edhe zguxojnë se si marrin pastaj në intervista. Por gjatë bisedës do ta nxjerr vetëm që të jap si shkëndi, edhe s'ka guxu as do të thot, sepse sikurse thotë edhe Lena Kocaqi, ajo që kandidoi, krijoi partinë e re, kur ti sulmon edhe opozitën, edhe partinë pushtet në të njëjtën kohë, ti nuk gjen terren në Shqipëri për arsye se të gjitha mediat janë të blemë ose të shitnë ose kanojnë o të njëra o të tjetra. Nuk ke kur, është tepër e vështirë dhe pamundur të bësh diçka, në qoftë se ti të paktën nuk përkran njërën kundër tjetrës, në qoftë se i sulmon të dyja, ato i kanë myll shtigjet. Edhe sot, pasi zgjedhjet kanë marru, edhe kjo nuk pinë më ujë, më kontakton edhe Ministria e Drejtësisë, që ne kemi marrën kesën e juj, edhe Jakub po të përgjigjemi. Po s'ka përgjigje. Kjo është ajo Pelivanliku, tashti sa punë do bëj kjo pakën si ka, edhe a duhet të vazhdojmë luftën? Unë them që duhet të vazhdojmë. Për çfarë duhet vazhdo lufta? Zgjedhjet nuk do kthehen. Zgjedhjet nuk do përsëriten. Por sidomos këto maskaret sa asnjë s'm ka ndihmuar, edhe partitë e vogla dhe njerëzit që kandidonin ose ishin plan të kandidonin, unë i kam informuar rreth kësaj, por ti edhe askush se secili me bot kuptimin e vet do të jetë i mëvetshëm, është jashtëzakonisht mirë të jesh i mëvetshëm, po duhet njohësh sistemin. Sistemi nuk lejon ty të jesh i mëvetshëm e mos bashkëpunosh, për arsye se e kanë bërë këtë sistem, e kanë bërë këtë krim zgjedhor Sali Berisha me partinë që është në pushtet. E kanë bërë këtë lloj sistemi që sistemi ty nuk të jep mundësinë, edhe pse ti ke dëshirën që të kandidosh i mëvetshëm si parti e vogël, sistemi ty nuk ta lejon këtë. Sepse keni krye antidemokratin Sali Berisha akoma gjallë që ka bërë këtë krim, që edhe po të vdes ai nuk do t'i ndryshojnë dy partitë, se do jenë ato prap që janë pushtet, që duan këtë lloj sistemi, edhe sikur të di, për shembull Sali Berisha, që kur nuk fiton. Por metët ka pobandë në partinë e vet, ati i pëlqen ky lloj sistemi, se ka pushtet, mos ketë Partia Demokratike në tërësi pushtet që të morë qeverin, por ai të ketë pushtet mbi partinë, prapë është mjaft për të. Është më mirë se sa Partia Demokratike të hyjë në qeveri, por ta shporri Sali Berishën. Pra, pse do ta vazhdojnë këta? E vazhdojnë për këta se unë tash u plaka. Unë tash po ike. Por kam qejf që Shqipëria ime të jetë ndryshe. Kam dëshirë që njerëz të aftë që dalin nga populli, njerëz të rinj, ka plot që edukohen, si Shqipëria shtetit, në qoftë se kanë mundësinë të kontribojnë për dheun,
këtu jepet mundësia, këto ja kanë pre rrugët. Këta marrin halëgjit, këta marrin njerëzit, për shembull, edhe tek kur të zgjedhin për deputet, keni pa ju për shembull e zem në fushën e ministër drejtësie. Ministri drejtësie me një avokat që njifet në përpod, ministri jashtësimit, me një person, për shembull, që e donë dhe unë e donë historinë dhe fut në për librat e shkollës, pikërisht ata që motivojnë edhe të bëjnë krenar ty si shqiptar, që të njohësh historinë ta dhe jo historinë e serbëve, tërgohet historia e serbëve në mesijet më shumë e principateve serbe më shumë se sa e Skënderbeut sot në Shqipëri. Neve në duhet edhe se cilin nga ne, pot aq sa ka mundësi, kur do që ka mundësi, duhet bëj një përçapje, sa do e vogël tjetë, që të mundemi, nëse mund të ndryshojmë këtë lloj sistemi kriminal që na kalon Sali Berisha me partinë që është në pushtet, me partinë socialiste, se kanë bën një krim zgjedhor antidemokratik që Shqipëria kur mos ketë njerëz të denjë të aftë për të prijeta, që ato mos vinë kur nga anti-era, vetëm këto dy parti, ato e kanë bo, më falni, parlamentin, si edhe ajo e bardha aty në banjo, ku shkon falni për shpejnë 10. Këto dy shkojnë në 10 në dy në hale, Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe kanë bën një parlament, që zgjedhin bile edhe antarët e ato që të bëhen kandidatët, i zgjedhin njerëzit e vetë. Jo njerëzit kush janë të aftë. Për shembull, është historian, është gjeograf, është geolog, po shkëlqen në një fushë. E njeh gjithë Shqipëria, ka respekt në atë fushë, jo vetëm si njëri i mirë, por edhe si kompetent, paktën në një fushë. Jo gjej çdo lloj, kush është për shembull në Leskovik një familje që ka shumë vota, edhe okay, kena djalën e vajzit, a vëmë aty kandidat, vetëm popullin të na jap votat, është një krim i madh që i bëhet Shqipërisë. Edhe unë marr sot këtë përgjigje nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Drejtësisë, nga një zëvendës ministër, jarë e emrin 100 herë, Karameta që thash Karameta, që këta e kanë marrë edhe mu përgjigjen, kjo është përgjigje. Rije mendoj nëse kam mundësin, fuqin, që kjo të mos jetë ajo fare hedhur dhe haruar, por që ta miellim. Edhe them që do të mundohem, me aq sa kam mundësi, që ta vazhdojmë këtu. Ndoshta unë sot, ti nesa e tjetri pas nesër, gjithë bashku pak nga pak duhet të ngrim zërin jashtë Shqipërisë, të alarmojmë edhe të bëjmë të njohur, si thanë, këtë sistemin kryesisht zgjedhor me antidemokratik që ka sot Shqipëria dhe vendi me antidemokratik për sa i përket sistemit zgjedhor në Evropë dhe ndoshta në botë. Sami Gjoka ju përshëndet.